thash në mënyrë të kombinuar se ju sado që keni qenë këshilltar profesional pranë presidentit Fatmir Sejdiu, ai ka qenë njëri ndër strumbullarët kryesorë të atij koalicioni të vendimeve qeveritare. Nuk është mirë me supozu që vendimarrësi gjithmonë i dëgjon këshilltarët. Këto ata keni parasysh. Megjithatë, un po e them sepse zakonisht kush është në qeveri i merr vendimet. Presidenti apo presidentja në këtë rast nuk është që kanë kompetenca jashtëzakonisht të mëdha, edhe pse në politikën e jashtme deri diku po, për shembull në çështjet ekonomisë është çështje ekskluzive e qeverisë. Dhe si e tillë unë mendoj që përgjegjësia duhet vërtet të jetë individuale, nëse ka individ që bëjnë gabime, atëherë unë besoj që qytetarët me votën e tyre i ndëshkojnë. Nëse ka ata tillë që korruptohen, dihet ku e kanë vendin. Sepse desa dalë tek çështja jo vetëm individuale e përgjegjësisë së mundshme nesër, për faktin se ju jeni edhe pjesë e LDK-s, deputetë e LDK-s, pas përfundimit studimeve në Prishtinë, Departamenti i Shtetit të SBA-ve juve ju ofroi një bursë dhe vazhduat studimet e magjistraturës në Universitetin e Pittsburghut, në SBA. Tashi këta të jashtmit korrupsion s'lejojnë veç me lobojnë. Okej, s'po bisedojmë se si ke shku atje, pastaj në Këshill të Evropës edhe për plot përvoja tjera. Po ti citoj këtu për shkak se thot një fjalë, sa herë ka furtunë, secili njeri vepron në bazë të natyrës së tij që ka. Disa shtangën, disa ikun, disa fshihen, e disa i hapin krahët edhe ballafaqohen si shqiponi me furtunën. Pas presidencës ju keni ardhur pikërisht në LDK pas një furtune. Në këtë furtunë si u gjendet ju? E keni fjalën për cilën? Jo vetëm për karrikat, e kam fjalën edhe për më vonë, se pati përplasje ose një farë lloj hatërmbetje në mes të Sejdiut dhe drejt normale dhe ne dy mundem me i dhru pak sonte me pas dhe hatërmbetje, çka nuk e besoj, po është e mundur. Hatërmbetja asesi nuk mundet mu konsideru përçarje, unë mendoj që edhe ato janë të i kalu, ashtu siç kemi thënë shumë herë. Po asesi nuk do ta quaja furtunë, përkundrazi LDK-ja po forcohet çdo ditë dhe po forcohet me njerëz të rinj. Në secilën deg kemi qindra të rinj që po i bashkojnë LDK-s, edhe unë njëherë vërtet e shfrytëzoj rastin këtu të them që thjesht duke u bazuar në përvojën time profesionale që ky është vendi ku vizioni për Kosovën e zhvilluar qohet përpara, i keni kuadrat më të fortë dhe më të përgatitur profesionalisht janë pikërisht aty, dhe ju besoj që e vreni edhe nga mediat që ne si tri kemi hapësirë të flasim në emër të LDK-s në fushat në cilat jemi të specializuar. Kështu që nuk është që ka pas ndonjë furtunë të madhe, mos pajtimet ndodhin vetëm në parti që kanë demokraci të brendshme, sepse në ato parti që nuk ka mos pajtime dijeni që dikush po ja u mbyll gojën edhe s'po i lën me fol. Okej, mirë. Nuk duhet ju ndërpres, po kishte edhe karrike, kishte edhe vuvuzela. Unë nuk kam qenë aty, po nuk kam qenë aty, e kam fjalën në rastin e karrikeve, kam qenë siç e thash në rol profesional në presidencë në atë kohë dhe atë rol e kam kryer deri në momentin kur jam zgjedhur si deputete. Po me ju ik fortunave nuk ju kam ik asnjëherë, nuk është në karakterin tim. As nuk do t'ju ikë as në tartme. Si shqiponi mes fortunës, mirë. A do të kalojmë një pjesë tjetër. Kur jemi këtu te parlamenti, është interesant, nga parlamenti ynë akoma, pothuajse 13 apo 12 vjet që kemi parlament në 4 legjislatura. 4 legjislatura, 12 vjet, s'ka dalë ndonjë çift. Sa bukur do të ishte me dalë një çift nga parti të ndryshme. Në fakt nuk është e vërtet kjo që po thoni, kemi një ish deputet të partisë Ora, që tani është në LDK, kryetari i degës LDK Spejës, ka qenë deputet dhe bashkëshortja ati, po ashtu deputete një partie tjetër partisë së turqve në Kosovë, Partia Demokratike Turke, nuk e di emrin e sakt, po do me thënë parlamenti veç e ka një nuk ja pas ke marrë, aleancës nuk ja pas ke marrë, vetë vendosis nuk ja pas ke marrë. Jo. Nëse ndodh ndonjë rast i ri, na i sillni këtu, na i kunërzojmë me këtë auditorium kështu fantastik. Ju informojmë. Unë do t'ja punoj fustanin, e shfrytëzoj rastin nëse ndodhin, do t'ishte shumë e bukur me ndodh. Çiftit fustanin? Po. E rrobat kush? A kemi dikush që merret me... komplet, i vesh çiftin. Shumë mirë, ma vonë do të flasim për këtë. Nxitje shumë e mirë tash. Keni mi po ata shumë parlament, mas kësaj oferte ka shmirë. Korabi me qenë shumë e bukur me ndodhë. Unë e kjo kënoj ndarësëm, kështë që... Ata e si dërmoni, po kja bukur.
Ka ke lafi diçka një darsëm, parlament diçka dhe po të martu? Dikush ta postonin, dikush ta me kënu, në shkëmi këtejnë darsëm. Po, prava stanin. Ka po në ti? Hiq, që shtu kom ku, komandant që më ka ndodhë pramë. Qka ndodhë? Si që më shku në shpe abdin, tu hi në shpe unë, tu hi në gjithë ata tu zdirë. Kush? Hajnat. Po, s'baj gare. Ku me? Shpe tem ishin hi. Edhe? Thash, kujni djemë shaba një qe, olaj. Than, qysh bes pa djemare. Thash, që be burë, thash, shabo. Thash, qysh bes të mare, tha, bili dhe tesh, tha, sen zgjezëm, thash, për faren, dhe tha, pa djekë që shko. Gjenoj, zotin. Edhe shka pune? Gjena. Kur gjoj, mu dhim një iri, një deputus. Shka i bjen kjo? Si që ba praktika, ti që hi për për por, po. Mu dhim, farë. Unë e, thash, a ke vjen dhe e kur sefte ja kum njës. Edhe? Ja dhash një 12 terbe, thash, gjena, dhe të një sa një të ja, po. Ma me vjen, ja. Gëm, o ti, djallë. Shumë mirë si s'kan vjen kërgjë, po kanë mujtë me ta gjithë dhe grunë, bërë një, Trendelinin. Ta kishin shashtërisë, e të merojnë hajnat. Ku? E të merojnë, nga mu. Ku Trendelina? O ti, që hobo. Ku, po shkoj, po qyri, a unë bërë një? Ja, për pro më konë të une, po tjetër netë mëse lekë shtu vetë. Hes ko. Hes ko. O mëre, një herë ndodhë. Mirë, të më pështove, thash kështë... Jo, më përsta jem në shokë, mësë baj gare në gëmë. Ti rishtu unë e pi legitimajshta. Pi kontrolloj, po. Okej. Na ima bazi... Po ju s'keni të drejt futën në emision. Kem të drejt që habitesh. Edhe pse nga përvoja juj një dit, ja u kanë pas mbyllë dhe derën në parlament, këta mujnë me hiku dojnë, kështu kur ju i peturmi. Nuk na kanë mbyllë gjithve, po... Na ima bazi akuzohesh për trafikim të këngëtarëve nga Maqedonia pa dogon. Po? Akuzohesh për tentim lajthitje deputetës. Komandant, për shkruj tentim leblebitje se ma fol Nikolas. Anë shkruje, bro. Kështu që të lutna dokumentin, Val, zoj dokumentacionin. Kur s'ka që Bajram Rejepi, a? Nuk e di kur s'ka që të kalzaj ma vonë, ma jep dokumentin lutna. Kur të ngallëzoj shtepi dokumentin. Na imin e ki. A ka imunitet deputetja? Ka vëlla. Ka njës një dëpsu, po mirë. Ani. Imuniteti është si kur të shijat, shkan të orat, që thojnë, adin? Po, qashtu që. Mas po radiolin, ma identifikosh tu. Dokumentin lutna? Une nuk kam letë njëftim, a bon... Na jem ty të prezentacion e sa në orë nënë që s'mush ma që e mirin. O, bo. Ja lash dokumentin. Edhe ta pi longin që habitesh. Shka po më shka zhak bre, ti gjallë, bre, ti që të motë? Musafir të kështu nuk pritën. Lingi, dokumentin. Musafir. Shkruje që aty ti ja lash. Korab Shaqiri. Shaqiri, po. Shka kiti Shaqiri të patikun? Doj, mirë. Datlindja, komandant? Datlindja, 17/3/1983. O, jo, t'jallë fushkosën. Ani? E korabit. Korabit s'ka hitë se u linë para kuhe. Shkuja 2 jo para Shëngjirësit, hajtë. 2 jo para Shëngjirësit. Komandant, për shkuj notën e shmorkit. Hajtë, shkuj. Që dolin... Shkyrbe. Qashtu. Shumë mirë, nga me, o ti hajvan, nga me shpak. Qëfar shtinet, po shahajë, rrasën s'ka bim. Nga me shpak. Banu me ku dërru bak, falë si ku këta Shqipërisa, ki pa për ditë si Shqipëris, lengi, adem, për të rrasën gjatë knjosh. Qkemi, Po, qashtu, Ut, po shahajë, Adelina Tahiri, Adelina Tahiri, komandant, gjatësia. Gjatësia të mënhile. Të mënhile. Po. Mosha, komandant. Mosha, matë mirë në ko. Matë mirë në ko. Po. Seksi. I mirë. Ka po. Qyshbe shka po ti vetë në thu fërë si Shqipnis, edhe nuk merë vesh, fush kruj. E për qka po vjetë, pro falë? Po gjinia, thash. Gjinia? Drejtë që të hongë, se nuk jam të po këtë, po jam i bindën që... Shkruje femen, hajtë, no, shkruje, del qka del. Qka, po më nëndë që o femen, ha? Po dyshën? Policia nuk më në vedin, po dyshën, unë dyshën që është femen. O ti dyshën, komandant, unë dyshëva që o femen, vishë, a ti thash të thamë. Ja, me shkruje. Dhe thëtë për shkuj femen. Komësia është vajza është shqiptare e Macedonisë. Ku? Për ty që ka bo? A, shqiptare Macedonisë, ja? Po. A në gjetunën?
Po. Që për komendant që pa të thamë. Veç më së marë që ndosh këtuna, se i verë kam ju duk. I verë kam ju duk. Qysh më pëse? Pa di për shka më boni. Shka të boni? Ti pedin komendant në rokat e vugla. Policia në privata. Qashtë është? Se këta qëtetit po kanë armë, po kanë qenë, në skem. Ti din Bangladesh në dhanë dë bubat vogël, njërë në dhanë. Pa ne mira, ma mirë lesha o zaj. Po, e s'ka bo? Në kufin me Macedoni. Po. Unë e tak, tu në trap. Hini, po, e kontrollova, e çdoganova, e kontrollova, krejta të mirë, bëm, bum, edhe po heca, din? Edhe to më të të këshyrë, për ja kishë njësë palun me boba, din? Beton, po. Ta shëti ka qef, edhe? Di këtu kënë këtarë sene, po nuk di kur e kumë këthy, kritikisht, hi, bubi të re! E re ke bubi! Vim, shkoqi! O ti hajvan bre! Aja tu në përre vetën e boni cëp, le bubin tënë. Re! S'ka më